Punëtorët e kompanisë pastrimi në Prishtinë po dalin në terren për të kryer detyrat e tyre të përditshme. Këtu ata grumbullojnë beturina duke mbuluar qindra kilometra katror territor. Prishtinasit faturohen me 6 euro 20 cent në muaj për shërbimet e pastrimit. Kryeshefi i ndërmarrjes publike, Petrit Reqica, thot se këta janë më jo korrektët në pagesë krahasuar me komunat e tjera që mbulon kompania. E kemi vetëm dikon afër 30% marzhën e përqindjes së pagesave. Aktualisht pastrimi po dërgon vërejtje edhe anvisërive edhe bizneseve. Pa dhënë numra, Reqica tregon se fillimisht në përmbarim planifikohet të dërgohen këta të fundit që marrin shërbime bazuar në kontratë. Bizneseve fillimisht në përmbarim, për shkak se jemi në fazën finale të qartësimit mes qytetarëve të cilët kanë paguar në komunë dhe jemi duke i pritë edhe listat finale të komunës që na njoftojnë se cilët janë qytetarët në mënyrë që t'i shmangim edhe të bëjmë stornimin e borxhit në sistemin tonë financiar. Sidoqoftë, pastrimi është vetë borxhlinda e kompanisë për menaxhimin e deponive. Bazuar në të dhënat e KMDK-s, pastrimi i detyrohet kësaj ndërmarrje afro 1.9 milion euro për shfrytëzimin e deponisë së Miroshit. Madje ndaj vetë pastrimit ka procedurë përmbarimore. E para është e nevojshme me pas inkasimin kënaqshëm në mënyrë që ne mos me kriju kosto ose mungesë pagesave sidomos në deponi, sepse rrezikohemi me u ndërprej shërbimi edhe me na mbyll dyert e deponisë. Njëjtë kemi edhe pjesën e derivate, naftën. Për mbeturinat të anvisërisë, pastrimi paguan diku 10 euro për ton. Borxhet totale ndaj kompanisë të krejt kategorive të gjeneruara që nga pas lufta shkojnë në rreth 20 milion euro. Por jo i gjithë borxhi do të adresohet nga pastrimi përmes përmbarimit.